Është prezantuar në Malësi të Madhe projekti MYRI me përfshirjen e grave të kësaj zone në fuqizimin e tyre në fushën e bimëve medicinale. Një projekt i cili mbështetet në një nevojë reale të dukshme të grave të përfshirë në këtë sektor, i cili është i rëndësishëm dhe burim jetese për shumicën e familjeve në këtë zonë. Megjithatë duhet pranuar që gratë janë kontribueset kryesore të këtij sektori, të punëve kryesore të këtij sektori, megjithatë mbeten ende të papërfshirë në segmentet e larta të zinxhirit të vlerës. Projekti ofron një paketë të gjerë për gratë që janë të përfshirë në këtë sektor. Atëherë, projekti synon të krijojë mbështetje për fuqizimin e grave të përfshirë në këtë sektor, duke ofruar një paketë të plotë me trajnime për rritjen e njohurive në lidhje me praktikat e mira bujqësore, në lidhje me certifikimin organik, në lidhje me atë që gratë të jenë të afta për të bërë një business plan dhe për të qenë të afta për të bërë dhe për të dorëzuar një aplikim në skemat kombëtare apo në skemat e mundshme që janë të aksesueshme në këtë sektor, në mënyrë që të financojnë sipërmarrjen e tyre. Një pjesë e rëndësishme e këtij projekti është lidhja e kontratave të reja, njohja me tregun dhe mbështetja ndaj tyre me mjete prodhuese. Gjithashtu gratë do t'u jepen mundësia të lidhen me tregun, me prodhues dhe përpunues, në mënyrë që gjithashtu të nënshkruajnë kontrata për shitjen e prodhimit të tyre dhe do të ketë mundësi për t'i mbështetur gratë me mjete prodhuese dhe me asete prodhuese fidan apo fare sipas rastit. Projekti synon të përmirësojë pozitën socio-ekonomike të grave në komunitetin rural në veri të vendit.